Përshëndetje miq të vegjël, sot mendova të lexoj për ju një histori nga ky libër i këndshëm për fëmijë, i titulluar Histori me aventura. Historia e parë titullohet Lajthia. Dhelpërushi rregullonte makina larëse, televizor e madje dhe kompjutera. Çdo ditë dikush i trokiste në derë, pasi të gjithë kishin nevojë për shërbimet e tij. Dhelpërushin e shpërblenin me vezë ose me tort me moll. Ai ishte shumë i sjellshëm dhe thoshte gjithmonë faleminderit. Ai jetonte në një shtëpis që dukej sikur nga çasti në çast do të binte. Era hynte brenda nga të gjitha dritaret dhe çatia pikonte gjithandej. Kështu që kur binte shi, uji i shkonte deri te shtrati. Dhelpërushi i dinte mirë të gjitha këto, por nuk kishte kohë dhe kështu gjërat mbeteshin ashtu siç ishin. Një mëngjes herët, mësues qelbësi i trokiti në derë. Goma e biçikletës ishte shfryrë fare. Duhej bërë diçka shpejt e shpejt, se e prisnin nxënësit në klasë. Dhelpërushi i ngjiti një pull dhe e fryu gomën. Qelbësi mbeti shumë i kënaqur. Për ta shpërblyer mikun e tij, ai i dha një kokër lajthi të madhe. Kaq e madhe ishte lajthia sa shty Dhelpërushi mezi e rrokullisi deri në shtëpi. Kështu mbërriti në shtëpi, më i zgërlaqur se koma e biçikletës së mësuesit. E megjithatë, kur ra në shtrat, gjumi sezinte që sezinte, i rrinte mendja te lajthia e madhe. Ç'të bënte me të? Dhelprat nuk i hajnë lajthit, po sikur t'ja dhuronte ketrushes për ditëlindje, edhe mund ta ndante, por më parë do t'i duhej ta çante. Ai kishte veglat e duhura për ta bërë këtë gjë? Në kokë i silleshin gjithfarë mendimesh, dukej sikur kjo lajthi po e sëmurte. Që të mos e mbante mendjen më aty, vendosi të shkonte në kopësht e da kroposte në ndhe. Po të mos ja shihte më syri, nuk do t'i rrinte më mendja te lajthia. Hapi një vrim të madhe dhe e shtyu brenda. Ja, u bë. Pastaj u kthye në shtrat. Tek po flinte u hodh përpijet nga një zhurmë e madhe. Krak! E gjithë shtëpia nisi të lëkundej. Pylli mbar nisi të dridhej, doli shpejt jashtë të shihte se ç'po ndodhte. Të gjithë fqinjët ishin aty. Ishte përsëri lajthia. Ajo kishte mbirë dhe rritu ishte bërë një pemë e madhe, një pemë lajthie gjigande që po shpaloste degët me gjethet e saj të bukura, të dhëmbëzuara. Atëherë të gjithë filluan t'i përshpërisnin njëri tjetrit në vesh. Sepse sidoqoftë të ishte rasti, ta falenderonin Dhelpërushin ashtu si duhej për të gjitha shërbimet që u bënte çdo ditë. Kështu të gjithë miqt ju përveshën punës për t'i ndërtuar rreth pemës një shtëpi të bukur e të fortë. Era nuk do të hynte më nga dritaret dhe as çatia nuk do të pikonte. Kjo ishte një shtëpi përrallore që do të ndryshonte ngjyrë çdo stin. Qysh atëherë Dhelpërushi vazhdon të rregulloj makina larëse, televizor e madje dhe kompjutera, por çdo vjesht, kur shtëpia e tij mbulohet me lajthi të mëdha e të bukura, ai gjen pakës kohë dhe i mbledh të gjithë miqt për të festuar dhe për t'i ndarë lajthit së bashku. Dhe këtu përfundon historia për sot.
Uroj t'ju ketë pëlqyer.